Personalisht, Bajram Shahe, si a del me vizitu familjarët? Në shumicën e kohës nuk mëj, është për me shku nashta shpesh, njëherë një mujt ose njëherë njoft, të mami, kështë ma shumë. Unë jetëj me vjehri, së mbjen nashta me shku të vjehrit, me vizitu, kështë që unë e menaj që nashta edhe njëri vetë që shë perceptën që mundet me jetu shpëthutim bashkësi edhe së mundet me jetu. Dikush ko qef ma shumë e pos privatsin e vetë, dikush ko qef me jetu bashkësi. Sa kuptojnë, me që nëse i përmende vjehrit, sa e kuptojnë vjehrit e tu punën tënde që e keno vikend, për shambull? Po, ata më kuptojnë edhe më përkrohen shumë, si burë si vjehria, po mënohen në gjitha aspekt që edhe me mdihmu, jo veç me më kuptu. Se normal, për e posë edhe një mbështetje, një përkrohje pej dikoj, nuk mund është ashtë nashta edhe vetë krejt mja dollë, se vjera jam një këqyrë fëmin, i qëjë në këpshte krejt, po në vikend dollin me vjerën, me vjerin, shkojnë në Batlov, atje e kena katunin, mënohen mi qitë ma shumë me po më shëtit, me po sene, me dollë. Unë e kuptoj se normal atëherë kanë qenë kushtet ma ndrysh, edhe jënë mënu, për marrë shambull, i kam bo ma shumë fëmi, edhe nashta s'kam pos kushtet. Tash na po mënohemi që kushtet që kanë qenë atëherë, mësë mja milion të fëmine tangshtë. Kështë që po mënohemi për një jetë më mirë. Sa a i dhnohet nana që nuk po mundesh me shku vikendeve qaqë shumë? Jo, se më kuptën edhe momi. E ka po që ondëra jamja o konë gjithë herë, me konë me i kapartiste, kam qenë në zonë se shëmbëllore, me mira për i ketve, po ma shumë pasioni jam edhe dëshira o konë për me konë gjithë herë me i kapartiste. Po kjo nuk ka të bëj, pastaj nëse ke qenë ose jo në zënë se e mirë është thjesht pasioni që njeri ju e ndje. Ta shumë kanë thonë, edhe në qysh dushte mëse leo në ashas fakultetin e ketë, po gjithë herë e këmë posë hyte me edhe të grimit, të flëkt, jem mënu për i klasës 5, si 14 vjetë, këmë shku edhe në shkollë edhe në punë. Me qënë se i përmendi gjyshërit, pastaj mund të diskutojme edhe krejt bashk, sa është të rëndësishme që fëmijet të rinë me gjyshërit e tyre në vikende, pak të nëse ne nuk mundemi, për në të shprehur, në të folur, se nga të rejat marrin kritika të vjetrit që nuk po i mësojnë shumë bukur me fol, po e rëndësishme është me fol njëherë. Po, e rëndësishme është të qenurit i ekspozun ndaj folsve, pastaj të folurit vije me kohën. Po, shumë rëndësi, ka shumë rëndësi, jo vetëm ndaj në gjyshëve, po të qenurit i ekspozuar ndaj shumë familjarve ka shumë rëndësi, sepse ka shumë folës të cilët ata dëgjojnë nga se cili prej tyre, edhe marrin informacione prej se cilit prej tyre, në atë mënyrë fillan vetë se gjuha me